Në Shqipërinë kemi një fenomen të çuditshëm që duhet ta kuptojmë. Serbët aleancë me Francën, grekët aleancë me Francën. E gjithë klasa jonë politike vjen nga Franca. Pyetja është edhe herë. Grekët dhe serbët janë me Francën. Franca i ka pas gjithmonë pazar, grekët dhe serbët. Pyetja është pse klasa jonë politike vjen nga Franca e gjithë. Pra, edhe herë, serbët dhe grekët kanë aleat Francën. Serbët dhe grekët kanë pretendimin e Shqipërisë apo? Po dalim tek ajo Beogradi që kontrollon Shqipërinë. Franca ka qenë qendra që në vend Beogradit kontrolloi Tiranën. Po. Dhe Franca në këtë aleancën e re, Greqi Çipro. Greqi Çipro. Greqi Çipro. Izrael. Ne nuk e dim që jemi futur dhe ne. Dhe ky është lajmi për sot. Jemi pjesë e aleancës ushtarake kundër Turqisë. Pra ne masi shpallëm luftë Iranit, fiksoje këtë gjë. Ne jemi vetëm vend në Evropë që kemi shpallë luftë Iranit. Njerëz nuk e dinë këtë fakt. De facto kemi shpallë luftë de jure. Mënyra se kemi reaguar ne, duke qenë Tirana, kryeqytet një vendi ku ka legjitimuar ekzistencën e një qeverie në hije të Iranit, është të shpallësh luftë, është në Mans. Në Mans ndodhet qeveria e Iranit. Ne kemi të bëjmë si thosh me një sistem politik shqiptar që na ka futur në një luftë që nuk kemi asnjë lidhje. Për më tepër që nuk na takon edhe e treta që është mbi të gjitha me aleatin ton, që është Turqia. Ç'është Turqia në raport me Shqipërinë aleancë. Në 1920 në shkruajt një marrëveshje midis qeverisë turke, Ataturkut duket, dhe Ahmet Zogut. Do të akoma në fuqi. 124. Që quhet marrëveshja e misisë përjetshme quhet. Kjo misi e përjetshme parashikon dy detaje. E para që ne s'do bëjmë kur luftë me njëri tjetrin, dhe dyta që do ndihmojmë njëri tjetrin. Ku neve një mendera ashtu mund të ndihmojmë ata, pa ta mund na ndihmojnë. Po. Në Kosovë kemi një zhvillim kohëve të fundit, ku në moment që Shqipëria është bërë aleat ushtarak i një ushtrie kundër Izraelit, kundër Turqisë, që është Izrael, Çipro, Greqi, ne jemi krijuar si infrastruktura bazë, logjistika bazë, që hiç mos ta bitemi kur çofim daniet tona në këtë flotë. Turku ka shkuar dhe ka ndihmu ushtri kosovare para një jave me një projekt të ri ushtarak dhe ndihmë të re ushtarake që ka reaguar shumë fort Serbia kundër saj. Dhe po të shohësh kemi gjë të çuditshme. Kemi situatë populli nuk e do të jetë në aleancë me Greqinë dhe Izraelin kundër Turkut. Madje një pjesë e njerëzve thonë pse thua këtë avokat? Nga të dhënat e popullit. Domethënë populli nuk ka qef të jetë pjesë e një aleancë ushtarake. Greqi, Çipro, Izrael kundër Turqisë. Do ta lidhim me këtë koment. Dëgjoj thotë se ku do dal Altin Hoxha me origjinë islamike dhe më në fundoli thotë. Prandaj Altin Hoxha është stërnipi i Salini Vicës që do ngritë flamurin Durrës bashkë me Ismail Qemalin, po e kapën turqit për shkak të aktivitetit vetë dhe çu Stambollit. Pra nuk ka lidhje me për shpjegoj atij tipit. Dhe Ismail Qemali e bëri këtë pedagog në Kolegjin e Stambollit. Altini vjen nga një familje që ka pas gjithë jetën në origjinë e vet me mësues populli. Shuko Dalipi, Salini Vica dhe të gjithë patriot. Unë e dua shumë vendin tim, se kam sakrifikuar jetën time, kurse ti je një ple i ndyrë, një qenie e neveritshme, po ja them atij tipit. Jo, po ja them atij tipit, një qenie e neveritshme që guxon dhe flet për mua, që un kam kaq vjet që luftoj me Turkun për çështën e Skënderbeut. Dhe them s'du me pa me sy Erdoganin që të guxoj të flas për Skënderbeun dhe çfarë janë turqit për shqiptarët që kanë qenë pushtues. Po kur un flas për të vërtetën, do të them ato siç janë. Të pëlqen apo s'të pëlqen ty qenie e shpifur që guxove dhe tha thllaf për mua. Pse ja thash me gjithë pasion këtë gjë? Se janë këto qenie të ndyra, Shabat Gojt e atyne që gëlojnë online dhe kur ne themi të vërtetën, ata na akuzojnë neve për islamik. Qofse ka i rob që ka marrëdhënie të shkëlqyera si me të krishterët, si muslimanët janë. Ka miq edhe hoxha dhe priftëri, edhe pastor. Dhe nëse ka i rob që s'ka leju kur të bëhet pjesë debateve fetare, kum qenë.